Disa ditë më parë, Star Plus ngriti problematikën e mungesave të stolave në ambientet e brendshme të poliklinikës së qytetit të Shkodrës. Ashtu siç shihet edhe nga pamjet, tashmë këta stola po vendosen, duke u bërë më të lehtë edhe pacientëve orët e gjata të pritjes për të vizituar. Një gjendje e tillë vazhdonte prej kohësh në këtë poliklinik, për të cilën qytetarët ishin ankuar disa herë. Me vendosjen e tyre, ata shprehen se është bërë gjëja e duhur, pasi pritja në radhë për orë të gjata pa pasur mundësinë për të ulur, kthehen në një problem për ta. Është shumë e mirë me stolar, shumë mirë. Njerëzit janë smur, kanë nevojë me nejm, kanë nevojë me pushua, vinë të lodhën. Stoli është e domosdoshme. Është gjë e mirë se njerëzit këtu nuk vinë për çep, njerëzit vinë të janë smur, kanë nevojë me ndaj, vizit duhet me prit. Kamse është krejt, anë e mirë, shumë e mirë. Stolat janë në rregull, se stolat duhet me pushu se me ndajnë kamës, di dhe vetëm urzu, se s'ka rrugë tjetër, se këto vetëm për qëllim vim, se nuk vim për qef. Raste të tilla reflektimi, shpresojmë të ketë edhe në vazhdim për problematikat të cilat ngrihen vazhdimisht nga kronikat televizive dhe të kuptohen se nuk duhen investime të mëdha për gjëra të vogla.